Posta e Tetovës është pajisur me 5 automjete të reja në kuadër të procesit të modernizimit të flotës së postës së Maqedonisë së Veriut. Bëhet fjalë për donacion nga qeveria. Bëhet fjalë për automjetet Fiat Doblo, modeli më i ri i vitit 2026 dhe janë të pajisur me pajisje bashkëkohore në radhë të parë me navigacionin, senzor, kamera të prapme, por edhe me pjesën e ngarkesës ku mund të transportojë deri në 750 kg. Këtu automjetet synojnë të përmirësojnë efikasitetin e shpërndarjes së dërgesave dhe cilësinë e shërbimeve për qytetarët. Sot jemi në Tetov, në njësinë rajonale Tetov të Postës së Republikës Maqedonisë së Veriut. Jemi për t'i ndarë donacionin që na është bërë nga qeveria për parkun e veturave. Tetovës kemi vendosur që si menaxhment t'i ndajmë 5 vetura për nevojat e shërbimeve postare. E dim se në të kaluarën nuk kanë pas kësi lloj investimi dhe ka qenë në mungesë për t'i kryer ndoshta edhe më mirë shërbimet postare. Deri tani kanë pas vetëm 3 vetura të vjetra, tash kanë edhe 5 të reja. Në bazë të analizës sonë del që janë të mjaftueshme për të pas funksionim më efikas dhe efektiv në punën dhe shërbimet postare, po të shohim nëse ka nevojë edhe për plus vetur tjetër që duhet t'i jepet Tetovës, jemi të gatshëm të mbështesim në çdo aspekt si menaxhment. Drejtori Kurtishi u pyet edhe rreth problemeve me shpërndarjen e dërgesave, të cilët përfundojnë në markete apo shitore në vendbanime të ndryshme. U zotua për zgjidhjen e këtij problemi. Ne bojmë tentimin e parë dhe tentimin e dytë për dërgesë. Mirë, por nëse gjithë fshati vendos që ti marrë ati letër që të koncentrohet, ne nuk mundemi dalim kundër nevojës apo kundër fshatarëve ata që e kanë. Me ligj obligohemi ne t'i dërgojmë deri në adresë dhe ata jemi duke u mundu për ta përmirësuar dërgesën, thash edhe më herët, në ditën e parë dhe ditën e dytë që e kemi si parametër matës. Lidhur me borxhin që ka Posta e Maqedonisë së Veriut, drejtori Kurtishi thotë se ai është trashëguar, kurse tani shifra është shumë më e vogël. Borxhi është i trashëguar, ka qenë diku 260 milion denar më herët, tash jemi shumë më pak. Gati 100 milion denar kemi zvoglu borxhin, kemi mbyll edhe kredit cilët i kanë marrë ata të tjerët më herët, kështu që jemi duke vazhduar në rrugë të drejtë. Presim edhe investime tjera, si në aspektin infrastrukturore, cila nuk ka qenë e prekur asnjëherë më parë. Gjatë 3 viteve të kaluara, Posta e Maqedonisë së Veriut ka patur diku rreth 450 të punësuar që kanë dalë në pension apo kanë ndëruar vendin e punës. Gjatë vitit të kaluar, sipas drejtorit Kurtishi, ka patur 80 punësime të reja, presi numër të njëjtë punësimesh edhe këtë vit, me qëllim që, siç tha, të zbutet mungesa e të punësuarve në terren.